Miqtë të Business Magazine, përshëndetje përsëri. Jemi live në një intervistë tjetër këtu në Media Zone në panajirin e energjisë, tërtimit dhe ekonomisë së gjelbër. Tani unë kam kënaqësinë që të kemi në këtë intervistë zotin Shpëtim Dani, i cili është CEO i kompanisë Naga Solar. Është shumë kënaqësi zot Dani që t'ju kem në këtë intervistë. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Si është, na flisni pak për kompaninë tuaj, çfarë përfaqëson Naga Solar, produktet kryesore, sa vite keni në tregun shqiptar? Atëherë, Naga Solar ka rreth 3 vite në tregun shqiptar. Ne kemi produkte domethënë shumë të mira, përfaqësojmë një brand gjerman. Ne përdorim ca panele që janë të markës Luxor, e cila është kompani gjermane. Gjithashtu edhe ca domethënë invertera që janë shumë të avancuar teknologji e fundit. Kemi goxha shtrirje në biznesin që i kemi domethënë tashmë të përfunduara në tregun shqiptar. Gjithashtu kemi shumë, po themi, bizneset e tjera në proces, që ka shumë kërkesa, me sa shikoj edhe unë, domethënë ka shumë kërkesa për sa i përket pjesës tregut të fotovoltaike. Është kompani me një seriozitet shumë të madh, sepse tregu shqiptar, duke qenë se unë kam një eksperiencë prej 22 vitesh në tregun shqiptar me kompani të ndryshme, se nuk kam vetëm Naga Solar, dhe gjëja e parë që kërkon klientela shqiptare është besueshmëria. Pastaj futen në detajet e pjesa e produktit, çfarë ofron teknika më thjetash. Për sa i përket pjesës stafit dhe inxhinierave, i kemi profesionistë në punën që bëjmë neve, dhe në momentin që klienti shikon sigurinë të ajo që do investoj, automatikisht pastaj janë shumë të prirur për ta bërë pjesën e instalimit, po flas të pjesa e vetë konsumit që i duhet gjithmonë klientëve për atë konsum energjie që e kanë. Kemi bërë dhe i kemi në procese dhe do bëjmë projekte të ndryshme, si po themi fabrika, hotele, shtëpi private, gjitha këto domethënë i kemi kështu në seri. Gjithashtu kemi futur edhe ca produkte të reja që janë për familjet. Të cilat janë, ose mund të ndani edhe me audiencën disa prej tyre? Janë ca pakete të reja që janë off-grid, domethënë që nuk janë të lidhura direkt me pjesën për të prodhuar energjinë dhe për ta futur në shtëpi pa procedura, po themi OSHE, dhe këto janë shumë që edhe kanë filluar kërkesat tani, domethënë për t'i vendosur pjesa e familjeve. Kjo është vetëm për pjesën e familjeve, pra në shtëpit private, apo kanë filluar edhe bizneset që të kenë interesin? Po, janë paketet të vogla që mbulen vetëm konsumin familjar. Pjesa e bizneseve pastaj duan sasi më të mëdha kilovatësh, dhe gjithmonë mbas konsumit që kanë llogaritet, domethënë se sa kilovat ju duhen, po themi secilit biznes. Në momentin që ju instalohen, automatikisht pastaj faturat i kanë zero. Një nga gjërat që neve e bëjmë me pasion është sepse pas përfundimit të çdo projekti, përmerr telefonata nga klientët dhe thonë jam shumë i kënaqur me atë investim që kam bërë, kjo është kënaqësia më e madhe edhe për ne. Sepse në momentin që për shembull një klient bën një investim të caktuar dhe ngel i kënaqur mbrapa, kuptohet domethënë që është fitore e vërtetë. Patjetër. Po sfidat kryesore me cilat ju haseni, cilat janë? Se patjetër ju i ofroni shërbimin tuaj kategorive të ndryshme të klientëve, pra kemi biznese, kemi familjar, apo edhe institucione më të mëdha, ndërtesa më të mëdha. Cilat janë ato sfidat që ju hasni për secilin nga këto kategori klientësh? Çdo punë ka ato sfidat e veta, kupton? Nuk është se edhe kemi sfida, po themi, të pakapërcyeshme. Janë sfida normale si çdo biznes, në çdo sektor, po themi, secili biznes ka ato sfidat e veta, por neve kemi edhe nga eksperjenca që i kalojmë kollaj. Pastaj nganjëherë është pak edhe mungesa po themi e investimit të klientit, se dëshira është e madhe, por nganjëherë ju mungojnë fondet, kupton? Po trendi është që gjithë përsa i përket pjesës së fotovoltaikut nisen duke i marrë, po themi, me kredi bankare, duke qenë se edhe ata e bëjnë një lloj llogaritje që atë kës që unë paguaj energjinë. E shoh të domosdoshëm pra si investim në panelet fotovoltaike. Është shumë i domosdoshëm dhe është kursim afatgjatë. Dhe kur bëjnë, po themi, kalkulime që jo themi edhe ne klientëve, dhe po edhe ata vetë kuptojnë që investimi në panele fotovoltaike dhe kanë 30 vite garanci si produkte,
dhe për 30 vite siguron energjinë e pavarur, automatikisht që është shumë i domosdoshëm. I mbushet edhe mendja më lehtë kur shohin ato përfitimet që janë më të shumta se sa harxhimi që mund të bëjmë në fillim. Patjetër. Janë të paktat, po themi, pjesa e fotovoltaikut janë të paktat produkte që ka një lloj garancie të tillë. Se gjitha, po themi, gjërat e tjera që tregtohen nëpër botë nuk kanë garanci kaq afatgjatë, kupton? Kurse pjesa e fotovoltaikut është me shumë interes. Po qasja juaj këtu në Panajër, si është? Jemi në ditën e dytë të Panajirit. Po. Cili është feedbacku juaj deri i tanishëm? Ju them të drejtën, unë historikisht i kam ndjekur pjesën e Panajireve dhe historikisht gjithkohës e kam atë, se unë kam qenë ca kohë, domethënë me trajnime në Amerikë, duke filluar që nga 2006, edhe pjesa e reklamës është shpirti tregtisë, themi ne. Panajiri këtu ka qenë fantastik, kemi patur goxha bum, po themi vizitorësh, gjithë të interesuar dhe dita e djeshme është mbyll perfekt, edhe sot është shumë ditë, domethënë e bukur dhe i shikoj që ka shumë njerëz të interesuar, secila pastaj kompani ka ato, po themi, produktet e veta edhe teknologjitë e reja, po. Kjo është pozitive, kur bëhen gjitha kompanitë bashkë dhe shfaqin secili, po themi, ato produktet e tyre dhe klienti ka çfarë të zgjedhë dhe ka çfarë të shikojë. Pastaj klienti aty ku shkon edhe ndihet i sigurt, aty e bën edhe finalizimin e kontratës, po themi, për investimin e tij. Kupton? Cilat janë ato përshmëritë me cilat ju keni ardhur në këtë Panajir? Është hera juaj e parë që vini në Panajirin energjisë ndërtimit të ekonomisë gjelbër, apo keni qenë pjesëmarrës edhe në ndonjë nga edicionet e mëparshme? Te pjesa e energjisë është hera e parë që vim. Do jemi në çdo Panajir në vitet në vazhdim, as që diskutohet. Pritshmëritë tona janë, domethënë, që të shtrihemi shumë në pjesën, po themi, e fotovoltaikut, në kuptimin duke rritur edhe pjesën e shitjeve dhe pjesën e profesionalizmit, po themi, në punët që bëjmë. Do mundohemi të jemi në kontakte me disa kompani të tjera për të marrë edhe produkte të reja, po themi, që të rrisim sa më shumë atë gamën e produkteve që kemi ne. Dhe pritshmëritë janë shumë të mira. Janë shumë të mira se dua t'i bëjmë ashtu dhe do t'i bëjmë ashtu. Nganjëherë kur ke besim në vetvete, s'ka gjë që nuk arrin jetë, kupton? Patjetër. Po për pyetja e fundit që dua t'ju bëj është për Shqipërinë. Si e shihni drejt një të ardhmeje green? Si e shihni? Shqipërinë e ka beku Zoti me pjesën e natyrës. Edhe nganjëherë kur flas, unë kam miq, duke qenë edhe nga kompanitë e tjera, nga historiku i kompanive, kam miq në gjithë Europën, edhe gjithkohës kur bie, po themi, biseda e rrezatimit në Shqipëri, në krahasim me këto vendet as më tepër nordike që janë, është më e favorshme. Është shumë më e favorshme, e ka bekuar Zoti dhe të furnizosh gjithë biznesin tënd apo shtëpinë tënde vetëm energji nga Zoti, automatikisht domethënë, po. Ne kemi vend shumë të mirë, vetëm domethënë të jenë, po themi, kushtet e favorshme dhe ndonjë ndihmë në kuptimin në lirimin e procedurave dhe nga institucionet, duke filluar nga OSHE-ja e kështu me radhë, automatikisht kompanitë kanë përtecë shumë përpara. Dhe kam përshtypjen që nuk ka për të ngel biznes në Shqipëri pa instaluar pjesën e fotovoltaikut, se gjithë drejt asaj janë. Janë duke shkuar. Është e vetë një zgjidhje, duke qenë se është edhe në ligjet tona, domethënë që edhe vetë, po themi, kryeministri edhe të gjithë thonë që synojmë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, kështu që ajo është një nga kërkesat kryesore. Mirë, zoti Dani, unë ju falenderoj shumë për intervistën, për gjitha informacionet e vlefshme që na dhat. Ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj shumë suksese. Jeni fantastik si televizion. Faleminderit shumë gjithmonë. Ndjekës e Business Magazine, faleminderit shumë që na ndoqët. Vazhdoni ta ndiqni për intervistat e tjera live.